Edhe për të pa atë, u detyrova me dëgju dhe ca që ishin aty, që ishin komplet si që them unë, po s'po e përsëris atë fjalë tu se më thonë janë mërzit burrat në Dibër. Unë nuk e di pse do mërziten burrat në Dibër, për çfarë arsye do mërziten, është shumë e thjeshtë. Kush mërzitet vjen me ne edhe tregon që nuk është ashtu. S'kam se mërziten. Edhe ama e marrova telefon ti më. Po si janë majt pemës edhe me fol në telefon më unë thash qa ka që ka hypë në pemë, a i flet në telefon. E zot. Si kapte vala poshtë dhe hypin pemë. Hypin pemë. Edhe më lam pa fjalë ata që ishin aty që kur ai nxirrte ato dhënat e anketimit që shumica mendon që Shqipëria po shkon drejtim në dur, këta hutoheshin edhe bëheshin keq. S'ka mundësi, thoshin, është e pamundur. Pastaj kur nxorja tjetrën, shumica mbështet Partinë Socialiste, po si ka mundësi? Edhe fillon ta shpjegonin si ka mundësi dhe hyn në një garë që unë s'po besosha, thash është reale kjo apo është në një si emision satirik.